Inteligjenca artificiale kohët e fundit është bërë një pjesë e pandashme e jetës sonë të përditshme, duke ndikuar veçanërisht në mënyrën se si të rinj mësojnë, krijojnë dhe ndërveprojnë me botën. Ndërsa inteligjenca artificiale sjell lehtësi dhe efikasitet, ajo po ndikon gjithashtu në formimin profesional dhe zhvillimin krijues të brezit të ri. Por sipas sociologëve, kjo ndihmë shpesh e zvendçon procesin e të menduarit kritik dhe përpjekjen individuale për të zgjidhur probleme. Si pasojë, aftësitë krijuese analitike dhe të shprehjes personale po zbehen gradualisht, bën me dije sociologu Erisel Kalemaj. Të paktën tek brezat e ri të cilët ndoshta janë më të afruar me teknologjinë, po shohim që ka mungesë mendimi. Po shohim që ka mungesë kreativiteti, po shohim që ka mungesë vullneti për të vepruar, për të punuar dhe për të krijuar. Kjo është e frikshme, mendoj unë, sepse neve po humbasim njeriu. Po e lëm atë krejtësisht pasiv, po e lëm komplet në hije dhe po sillin probleme të mprekta edhe në marrëdhënie ndërnjerëzore. Na duhet të kthehemi tek e natyrshmja, tek marrëdhëniet e ndjeshme, të prekshme dhe besoj që ajo që është njerëzore dhe gabimi njerëzor brenda saj është i pazvendësueshëm. Ne na duhet të gabojmë si njerëz dhe jo të jemi perfekt, të jemi të përsosur siç është teknologjia. Aspekti kryesor që bën teknologjia dhe përsosmëria e teknologjisë na çon humbjen e lirisë. Dhe ne po humbasim lirinë. Liri do thotë të krijosh, liri do thotë të veprosh, liri do thotë të jesh origjinal, të jesh kreativ dhe të kesh dhe të mbushësh veten tënde dhe të përfaqësohesh dhe të dalësh në shoqëri apo të vlerësosh dhe të gjykohesh në shoqëri. Sfida kryesore qëndron në edukimin e të rinjve për të përdorur teknologjinë në mënyrë të ndërgjegjshme dhe për të ruajtur thelbin krijues të natyrës njerëzore.